Sezoni veror 2025, biznesi turistik I Vlorës konfirmon pritshmëri të larta. Sipas menaxherit të Regina Garden, Emanuel Azizaj, aktualisht është rezervuar mbi 70% e kapaciteteve hoteliere. Gjatë një interviste për Blu Televizion, Azizaj tregon përparësitë e këtij viti. Në krahasim me një vit më parë, patjetër që prenotimet e këtij viti janë shumë më të larta, ndoshta ndikim të madh do të ketë edhe hapja e aeroportit. Në hotelet e Regina Group kemi aktualisht të shitura mbi 70% të kapaciteteve tona. Ky është një prenotim që ka më tepër se 5 muaj që janë dakorcuar dhe janë mbyllur, duke parë struktura dhe shërbimin që është ofruar nga qyteti, por dhe nga Regina Group, I turizëve dhe agjencive vitit kaluar, kanë bërë që ata t'i blejnë këto dhoma dhe akomodime një vit më parë, le të themi. Nuk mund të lë pa përmendur shtetin italian, I cili është shteti që ka frekuentimin më të lartë këtu në Shqipëri, por do të shtoja edhe tregun lindor, duke futur këtu Çeki, Poloni, që kemi mbyllur edhe dhomat me kontratë në hotelet tona. Po nëse flasim për turizmin në periudhën më të lartë që ne quajmë nga 15 korriku deri në fund të gushtit, janë më tepër grupe shoqërore që zgjedhin për t'u argëtuar, zgjedhin paraprakisht na shkruajnë dhe duan të informojnë për xhirot turistike me anijet, vendet e vizhra që kemi, Sazan, Karaburun, Gjirigramës e tjerë, por nuk mungojnë dhe pushimet familjare, janë emigrantët që kthehen në Shqipëri, por dhe të huajt e tjerë nga vendet fqinje që zgjedhin t'i kalojnë pushimet në vendin tonë. Ashtu siç e thash, duke qenë që ne kemi shitur afërsisht deri tani 70% të kapaciteteve tona, ka për të qenë një sezon shumë I suksesshëm, jo vetëm për Regina Group, por edhe për gjithë qytetin dhe I bëj thirrje që I gjithë qyteti të japi shërbimin e dur turistëve të huaj, duke qenë që ne jemi marketingu fizik më I mirë që mund t'i bëjmë vendit dhe qytetit. Preferuar sezonit të pranverës, sipas Azizaj, ka një rënje të numrit të prenotimeve, kjo edhe për shkak të Ramazanit, ndërsa I bën thirrje biznesit turistik vlonjat të rrisë cilësinë e shërbimit për të patur një sezon të suksesshëm. Aktualisht situata le të themi është pothuajse e njëjtë, ka një rritje relative prej 5 deri në 10%. Aktualisht kemi një rënje të tregut të Kosovës, duke qenë që është muaji I shenjtë I Ramazanit, ata kanë një lloj rënje në krahasim me marsin e vitit të kaluar, por kemi një rritje nga tregu europian që kërkesat sapo vinë dhe janë në drejt rritjes. Po duke krahasuar me vitin e kaluar, kemi një shumëllojshmëri turizmi, le të themi, sepse kemi turist familjar, kemi turist individual, kemi grupe shoqërore, kemi grupe që zgjedhin platformat booking, kemi grupe me disa agjencive, por kemi edhe turistët që vinë në mënyrë personale nëpërmjet udhëtimeve të drejtë për drejta. Turistët që preferojnë më tepër qytetin në këtë periudhë janë turistët që duan të njohin më tepër kulturën dhe traditën vendase, dhe në momentin që na vinë në hotel, pyetjet e para janë çfarë mund të vizitojmë, ku mund të shkojmë, çfarë ushqimi mund të provojmë. Sezoni turistik 2025 është në prag, por operatorët turistik në Vlorë tashmë I kanë ndezur motorët.